Drejtoria e Bujqësisë në Fier ka nisur kontrollet në rrugë për ndalimin e qarkullimit të baktive të imta sipas urdhrit të ministrisë. Fieri si qark ka rreth 150.000 krerë bakti të imta, pjesa më e madhe e të cilave në këtë periudhë shtektohen drejt zonave veriore për të kaluar muajt e verës në temperatura më të përshtatshme. Por kjo do të jetë ndaluar deri në një urdhër të dytë, thot drejtori Diamant Hoxha. Momentalisht që flasim, situata në qarkun e Fierit lidhur me sëmundjen e mortajës së ruminantëve është e qetë, që do të thotë që nuk kemi raste të konfirmuara nga laboratori. Menjëherë sa jemi njoftuar nga Ministria për rastin e konfirmuar në pjesën e veriut të Shqipërisë, jemi njohur me urdhrat që ka nxjerrë Ministria dhe programin e kontrollit të kësaj sëmundje dhe shërbimi i veterinarisë në qarkun e Fierit ka filluar me njëherë monitorimet në terren, ku veterinarët e shërbimit sipas njësive bëjnë monitorimet në fermat që ata kanë në zonat e tyre dhe njëkohësisht i informojnë fermerët lidhur me këtë sëmundje, me shenjat klinike që kjo shfaq, me pasojat që shkakton, si dhe detyrimet ligjore që ata kanë kundrejt në rasti kur ata kanë dyshime. Pra, në rasti kur ata kanë dyshime, fermerët duhet të njoftojnë shërbimin veterinar. Në momentin që njoftojmë ne, puna jonë e parë që bëjmë në këtë rast është marrja e mostrave, dërgimi i tyre në laborator dhe bëhet njëkohësisht dhe bllokimi i fermës, pra vendosja e fermës në karantinë deri në daljen e përgjigjes nga laboratori. Atëherë, duke filluar nga dita e sotme, por dhe në vazhdim, shërbimi veterinar ka është angazhuar që do të kryej kontrolle në akset rrugore në bashkëpunim me policinë, në mënyrë që të ndalojmë çdo lloj lëvizje e cila është në shkelje të urdhrit që ka nxjerrë Ministria, pasi në momentin që flasim është bllokuar, është ndaluar lëvizja e baktive të imta drejt tregjeve nga ferma në ferm apo në shteltime. Vetmja drejtimi i lëvizjes është vetëm ferm thertore, e shoqëruar dhe kjo me dokumentacionet përkatëse. Deri tani në Fier, për murtarjen e ruminantëve të vegjël, janë kontrolluar mbi 300 ferma, prej të cilave u morën mostra analizash për 5 prej tyre.